Të shkrepura 25 vjet më parë në Kosovën që kishte arritur paqen, fotografitë që dokumentuan ditët e para të lirisë, pasigurisë, shpresës dhe rindërtimit janë rikthyer në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Në shënim të ditës së çlirimit të Kosovës është hapur ekspozita dokumentare KFOR and Kosovo Plus 25, duke sjellë para publikut një rrëfim njerëzor për Kosovën e viteve të para pas luftës. Përmes objektivit të fotografit dokumentar britanik Nick Seidel, ekspozita shpalos një mozaik pamjesh nga ajo periudhë, duke dokumentuar jo vetëm angazhimin e forcave paqeruajtëse të KFOR-it, por edhe jetën e përditshme të qytetarëve që po përpiqeshin të rindërtonin jetën e tyre pas konfliktit. Ekspozita ishte prezantuar për herë të parë në vitin 2001 dhe është rikthyer në formë të restauruar e të zgjeruar. Ajo përmbledh fotografi të realizuara gjatë një periudhe njëvjeçare nga britaniku Seidel, i cili kishte ndjekur nga afër veprimtarinë e trupave paqeruajtëse nga 9 shtete të ndryshme. Por fokusi i tij nuk mbetet vetëm tek aspekti ushtarak. Në fotografi shfaqen nxënës serb të shoqëruar nga ushtarët amerikan për në shkollë, takime të ushtarëve me banor në vizita në shkollën fillore të Buriqës, takime me përfaqësues të LDK-s në Artan, operacione për kontrollin e armëve, shpërndarje ndihmash humanitare, kontrolle në pikat kufitare, trajtimi civilëve të lënduar, por edhe momente kur ushtarët përfshihen aktivitete argëtuese me fëmijët në rrethana ende të breshta pas luftës. Drejtoresha e përgjithshme e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, Blerina Rogova Gaxha, ka thënë se fotografitë janë dëshmi të një periudhe vendimtare për vendin. Fotografitë e realizuara nga Nick Seidel janë dokumentim dhe dëshmi e jetës së përditshme, janë dëshmi e shpresës, janë dëshmi e pasigurisë dhe dëshmi e rindërtimit e një kohe të re në historinë tonë. Ato na kujtojnë se historia jo gjithmonë është ajo që shkruhet në libra. Historia është edhe ajo që përjetohet në qetësi dhe në heshtje. Historia është ajo që përjetohet në kthimin në shtëpi. Historia është ajo që ndërtohet në pritje, në takime të vogla, të cilat mbajnë peshën e madhe të një kohe. Zëvendës e Ministrja në Detyrë e Kulturës, Nora Arapi Krasniqi, tha se ekspozita e sjell historinë përmes perspektivës njerëzore. Historia e vërtetë e një populli ruhet në kujtesën e njerëzve, në përjetimet e tyre, në sfidat që kanë kaluar dhe në shpresën që i kanë mbajtur përpara në momentet më të vështira. Ekspozita KFOR and Kosovo Plus 25, e cila është vazhdimsi e projektit të nisur në vitin 2024, në afron pikërisht këtë perspektivë njerëzore. Ajo nuk është vetëm një dokumentim fotografik i një periudhe historike, është një dëshmi e gjallë e fillimit të një kapitulli të ri për Kosovën, e treguar përmes syrit të fotografit Nick Seidel. E veçanta ka qenë ngjarja në Bibliotekën Kombëtare për faktin se zhvilluar paralelisht me njërin prej aktiviteteve të organizuara Manchester City of Literature në qytetin britanik. Ekspozita KFOR and Kosovo Plus 25 ka qenë aktiviteti i mbajtur enkas për shënimin e ditës së çlirimit të Kosovës në 27 vjetorin e ngjarjes historike. Drejtori i Manchester City of Literature, Ivan Waitson, ka thënë se fotografitë bartin mesazhe që vazhdojnë të jenë aktuale edhe sot. Një histori e komunitetit që ka përcen ndarjen dhe shikon drejt një të ardhmeje më të mirë. Këto fotografi na kujtojnë se pavarësisht nga kombësia, besimi, kultura apo prejardhja, ne së pari jemi qenie njerëzore. Ato na kujtojnë rëndësinë e sfidimit të paragjykimeve, jo tolerancës dhe urrëties në të gjitha format e saj. Ato na kujtojnë se çdo shpirt ka këndvështrime të ndryshme dhe se të kuptuarit fillon kur dëgjojmë njëri tjetrin. Prandaj kjo ekspozitë nuk ka të bëjë vetëm me historinë, por me mirëseardhjen, ndjeshmërinë dhe mirësinë.
Duke folur për lidhjen mes Kosovës dhe Britanisë së Madhe, Wadeson ka kujtuar mikpritjen që qytetarët e Manchesterit u kishin ofruar refugjatëve shqiptar gjatë luftës. Lord Robertson, ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili kishte mbështetur organizimin e ekspozitës që në prezantimin e saj të parë, ka thënë se imazhet projektojnë jo vetëm fitoren ushtarake e diplomatike. E organizuar në ditën e çlirimit, ekspozita me fytyrat, vendet e momentet e dokumentuara nga britaniku Nick Seidel shpalos imazhet e fillimit të një kohe të re. Projekti pritet të zgjerohet më tej drejt krijimit të një ekspozite të përhershme me rreth 200 fotografi dhe një arkiv më të gjerë historik në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Can you join us?